Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Tëtova dhe posaçisht Marsia e Sharet vërtet po mba ftohtë dhe me dëbor. Këtyre ditëve në fund të javës gjatë vikendit filloi që të bjerë borë edhe në kodër të diellit. Prej 35 deri në 41 cm thuhet se është trashësia e dëborës. Gjatë vikendit turistë të shumtë janë mësyn dhe vendas kodrës së diellit për të rëshqitur e kështu me radhë. Por, ajo që befasoi qytetarët nuk është bora, por është premtimet e komunës së Tetovës se do bëj parkingje në kate në kodrën të diellit. Është data 16 janar dhe gati po bëhet 4 vite, që Bilal Kasami premtoi si pjesë e planit për vitin 2022 është parapare në ndërtimi i parkingut në katën e kodrës të diellit, e cila do të krijonte mbi 900 vende parkimi. Bilal. E dini atë rrëfimin e gjuetarit që tha gjuetari kam vrarë një dhelpër e cila kishte bishtin 10 metra. As kush nuk diskuton. E zbret thot në 8 metra, prap as kush nuk e merr fjalën. E zbret në 6 metra kështu me radhë derisa thot 2 metra, e po se në lë pa bisht. Pra dhe Bilal, se në la pa e thënë se është paraparë ndërtimi parkingu në katën e kodrës diellit, që do krijonte mbi 900 vende parkimi. E ka te Facebooku i vet me atë datë, 16 janar 2022. Dhe çfarë ndodhi? Kur gjë nuk ndodhi. Çfarë në ndërkohë mund të vëreshe këtë javë? Parking, kolona të gjata dhe muhabete që mund t'i dëgjoshe nga vizitorët. Komuna e Tetovës ka dështuar në kodrën e diellit. Parkinget në kodrën e diellit janë si dielli në dimër, përmenden por nuk shihen. Parkingjet ekzistojnë vetëm në projektet e komunës. Komuna flet për zhvillim turistik, rruga flet ndryshe, komuna menaxhon kodrën e diellit si vend të përkohshëm, jo si aset publik. Vazhdojnë qytetarët. Kodra e diellit ofron një përvojë unike parkimi. Parkingjet nuk ekzistojnë që vizitorët të mos stresohen se ku ta lënë makinën. Makina lihet aty ku ndalet fati, rruga shndrohet në parking, ndërsa ecja 40 minutë drejt destinacionit konsiderohet aktivitet rekreativ falas. Është një model modern turizmi, më pak infrastrukturë, më shumë imagjinat. Pra kjo është tipike këto nga 2022 e këndej, për kur është Bilal Kasami kryetar komune. Tipike, hedhje faj, ping-pong dhe asgjë më shumë. Komuna e Tetovës po sillet sikur kodra e diellit nuk është territori i saj. Qytetarët dhe turistët nuk i intereson kush është koncesioner i brllokëve e kush jo pastron rrugën. Ata shohin vetëm rrugë të bllokuara, parkingje kaotike dhe mbeturina me muaj të tërë. Faktet janë këto. Nuk ka parkingje funksionale, të llovi e papar, rrezik dhe kaos. Rrugët nuk pastrohen as drejt, as gjathas, as majtës, as drejt vikend shtëpisave. Mbeturinat janë lënë pas dore, kjo nuk justifikohet në rreshje shi apo bore. 40 minuta për të arritur te parkingu është absurditet për një qendër turistike dhe nuk ka vend. Justifikimi është përgjegjësia e koncesionerit nuk mban. Komuna ka dhënë koncesionin. Duhet ta mbikëqyrë, duhet ta ndeshkojë kur nuk punon. Nëse koncesioneri dështon, komuna mban përgjegjësi politike dhe ligjore. Pik, nuk ka se çfarë të shtohet. Kodra e diellit vetë trajtohet si bar, jo si potencial turistik me këtë qasje. Tetova po humb para, imazh dhe besim publik. Pa plan konkret, pa parkingje, pastrim dhe kontroll të koncesionerit. Çdo deklaratë tjetër është vetëm arsyetim bosh. Pra, në datën 16 janar 2022, Bilal Kasami deklaron si pjesë e planit për vitin 2022 është parapara dhe ndërtimi i parkingut në katën e kodrës të diellit, e cila do të krijonte mbi 900 vende parkimi. Kur gjë nga ajo. Në ndërkohë, ja se cila ishte deklarata e komunës sot, pra gjatë ditës vikendeve që nuk pati deklarata, ishte sot pra e hënë. Pastrimi nuk është kryer si duhet për shkak të rreshjeve, ndërsa për mbeturinat thonë se përgjegjësia bie mbi kompaninë koncesionare që menaxhon mbeturinat. Gjatë ditëve që ka pasur rreshje të borës, kompania e cila është përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve ka qenë në terren, vazhdimisht ka pasur rrugët, ka pasur vështirësi në kalim, por sigurisht ka qenë e pamundur që të lirohen qenë rrugët shumë të pastërta. Ndërsa sa i përket punës së mbeturinave, duhet të kontaktojmë me kompaninë përgjegjëse për të parë se si është gjendja me mbeturinat në kodrën e diellit. Po pra, e dëgjoj, përgjegjësia e komunës këtu nuk mund të anashkalohet.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka propozuar një projekt ligj, i cili është në parlament dhe nuk e di do të kalohet. Pra, nëpërmes Ministrisë së Shëndetësisë, ku ministri është inxhinieri teknologjisë Azir Aliu. E dini atë ndodhin e sultanit kur ka filluar që mjekët i vej në bujqësi, çdo njërin në vende të tjera të punës janë atë. Dhe kur e pyesin sepse thot për sultan jam unë. Pra, edhe për sultan në Maqedoni është Mickovski. Qeveria e Maqedonisë nëpërmes Ministrisë së Shëndetësisë, ku ministri është inxhinieri Azir Aliu, ka një qëllim. Thot, me ndaljen e duhanit dështohet popullata. Çfarë do bëhet me prodhuesit e duhanit që siguronin ekzistencën? Çfarë do bëhet me fabrikat e duhanit në Kumanove, Prilep, që janë në monopolin e shtetit dhe me punëtorët? Çfarë do të ndodhë me bizneset, nga lokale deri te turizmi? Mbase, interesi i qeverisë vëmërodhëvune është mbledhje e parave të dënive nga qytetarët. Unë e ka përmendur edhe herave të tjera në podcast se gjysha ime Remeti pas shpirti thoshte, kur erdhi Bullgari i parë ishte fukarallëk, kur erdhi Bullgari i dytë gjatë viteve 1912-14 edhe më fukarallëk, pra. Edhe për ushtarët e vet nuk sillshin gjë nga Bullgaria, por ne merrnin nga shtëpia. Dhe kjo nuk qëndron si arsyetim që po thot qeveria vëmërodhe për ne. Vlerësimi i gjendjes në fushën që duhet të rregullohet me ligj dhe arsyeet për miratimin e ligjit thonë, përdorimi i duhanit gjithashtu ul pjellërinë dhe natalitetin duke përkeqësuar më tej sfida demografike si plagë dhe zvoglimi i popullsisë. Çfarë nuk do të dëgjosh? Çka nuk do të dëgjosh? Mirë, po ka një distandardizim për diçka që lejohet dhe ishte ndaluar, kanabisi dhe duhani i lejuar po tash ndalohet. Nga njëra anë, vaj kanabisit lejohet për shërim mjekësor, por kontrollohet nga firma private. Kjo nënkupton fitim privat mbi nevojë shëndetësore publike. Qasja është e kufizuar, çmimet janë të larta dhe shteti e ka zhveshur veten nga përgjegjësia direkte duke e justifikuar gjithçka me licenca dhe rregullim të rregull. Nga ana tjetër, pirja e duhanit po ndalohet pothuajse kudo në hapësira publike me arsyetim shëndeti publik dhe shtimi i pjellurisë. Por këtu hipokrizia është e qartë. Duhani prodhohet dhe shitet nga monopoli shtetëror. Shteti fiton drejtërisht nga produkti i dëmshëm, ndërsa qytetarëve u vendos kufizime gjithnjë më të ashpra për përdorimin e saj. Mesazhi është i qartë. Nuk është çështje shëndeti, por kontroll dhe fitim. Kur fitimi është privat, shteti liberalizon. Kur fitimi është shtetëror, shteti moralizon dhe ndalon. Qytetari mbetet në mes i kufizuar në zgjedhje dhe i trajtuar si burim të ardhurësh, jo si prioritet shëndetësor. Çfarë nuk do të dëgjosh? Bila ajo që më la pa mendje ishte se dënimet janë nga 100 euro deri në 5.000 euro. Kush do ketë pra luks veç më pirja duhanit. Mos flasim për atë se çfarë po ndodh në Republikën e Maqedonisë, për çdo ditë e më tepër ka inflacion. Inflacioni është 4.3%, ndërsa ajo që tha guvernatori i Bankës Popullore sot se në Maqedoni ka inflacion të kontrolluar, nuk qëndron, sepse inflacioni i kontrolluar është kur është deri 2%. Mbi 4% nuk quhet inflacioni i kontrolluar. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.